Të dashur miq të Radios Ngjallja, në emisionin e sotëm mbi misteret e shenjta në kishën tonë ortodokse, do të flasim me teologun zotin Dimitër Qosja, pedagog në Akademinë Teologjike Ngjallja e Krishtit, për një mister tjetër të shenjtë të kishës sonë, atë të martesës. Zoti Dimitër, çfarë është misteri i martesës në kishën ortodokse? Misteri i martesës në kishën ortodokse është një ndër misteret e rëndësishme që kisha e ka parë që në hapat e parë të historisë së saj, si një bekim dhe një madhështi dhe si një ngjarje më të rëndësishme për njeriu në jetën e tij. Ne dim që ky mister ka fillimet e tij ose burimin e tij që në krijimin e vetë racës njerëzore, gjinisë njerëzore, kur vetë Perëndia krijoi të pargatuarit, siç e njohim, pra Adamin dhe Evën, duke krijuar pra burrin edhe gruan, duke i bashkuar së bashku dhe duke i bekuar dhe duke uruar shtohuni dhe shumohuni. Kjo histori na vjen nga vetë libri i parë në historinë e shenjtë, të shkrimit të shenjtë, që është libri i Zanafillës apo Gjenezës. Janë shumë histori të cilët në këtë shkrim të shenjtë na vërtetojnë për këtë lidhje të pazgjithshme të burrit dhe gruas, pra të këtij bashkimi jo vetëm trupor, por edhe shpirtëror, bazuar në këto të dhëna nga historia e dhjatës së vjetër. Vetë Krishti vërtetoi dhe shenjën e parë apo mrekullinë e parë që bëri, pra me nisjen e mrekullive të tij thotë pikërisht pra që e nisi nga një martesë nga dasma në Kanë ose në Kana të Galiles. Është ajo pjesë ungjillore që e përshkruan shumë bukur ungjillor Johani në kapitullin 2. Është ajo pjesë ungjillore e cila lexohet sa herë që dikush merr pjesë në një mister të kishës, siç është misteri i martesës, e dëgjon këtë pjesë ungjillore, ku Krishti kreu pikërisht pra mrekullinë duke kthyer atë ujin në verë. Edhe pikërisht kjo shenjë e parë e Krishtit, kjo mrekulli e Krishtit ndodhi pikërisht në martesë. Bazuar në këto të dhëna, kisha jon e quan vërtet një mister të bekuar. Apostoll Pavli thotë është një misteri i madh dhe e referon këtë misterin e martesës në lidhje me misterin e Krishtit me kishën. Është pikërisht ajo pjesa e apostullit që lexohet përsëri në misterin e martesës, në letrën drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargjet 20-31, që na flet pikërisht për këtë lidhje mistike, për këtë mister të madh që është pra misteri i martesës. Misteri i martesës është pikërisht ardhja e çiftit që vjen në prani të kishës, në prani të priftit i cili celebron dhe mëshon dhe merr pjesë duke nisur pikërisht me e bekuar është mbretëria, që fton çiftin e ri që vjen në kishë të marrë jo thjesht bekimin përpara Zotit, por edhe të kuptojë realisht për të marrë parasysh përgjegjësinë përpara Zotit, përpara komunitetit, për këtë lidhje të shenjtë që ai nis pra të dy burri dhe gruaja nisin një jetë të re, duke marrë uratat, duke marrë urimet, duke marrë bekimet e Zotit, por edhe me prezencën e familjarëve, sepse si thuan lutjet në këtë mister janë shumë të rëndësishme dhe është mirë që një çift duhet t'i lexojë paraprakisht të gjitha këto urata, këto lutje që kanë të bëjnë me misterin e martesës. Duke thënë konkretisht që lutjet, urimet e prindërve forcojnë themelet e kësaj lidhje të re që vjen. Pra është e nevojshme që jo vetëm të gëzohemi duke marrë pjesë në këtë mister të shenjtë, por edhe të ndërgjegjësohemi për këtë lidhje të shenjtë që marrim parasysh përballë komunitetit dhe në prezencë të
të priftit celebrues të këtij misteri të shenjtë. Të gjitha uratat kanë të bëjnë me urimet që i kërkojmë Zotit, me lutjet që i kërkojmë Zotit, që çifti që vjen të ketë parasysh të gjitha sfidat në të cilët do të përballet, por nga ana tjetër edhe detyrimin për të përmbushur atë përgjegjësinë që merr ai përpara Zotit dhe përpara të tjerëve, sepse martesa është jo thjesht një bashkim trupor, pra siç na thuhet që le të Ati dhe të Ëmbëllit dhe bashkohen dhe bëhen një trup, pra siç na thuhet në lutje, por që bëhen dhe një shpirt të dy së bashku, duke pasur të njëjtën mendësi, të njëjtin formim, të njëjtin edukim për shejtërinë e tyre, sepse vetë kjo lidhje e shenjtë ka parasysh shpëtimin në thelb të dy njerëzve të cilët bashkohen përpara Zotit, pra të burrit edhe të gruas. Dhe sigurisht për të përmbushur gjithë qëllimin e martesës, është ajo vazhdimësia e jetës, është ajo frutdhënia për të dhënë fryte jo vetëm shpirtërore, por për të dhënë edhe vazhdimësi, për të treguar pikërisht që jeta është ajo që triumfon në jetën e krijuar nga Zoti. Është një përmbushje të cilët njeriu vetëm me anë të Zotit mundet që ta marrë parasysh dhe që duhet që ta ketë gjithmonë në mendjen e tij. Kujtojmë sot, në epokën e sotme, nuk është e lehtë për familjen, për çiftin, për martesën. Është një institucion i cili goditet rreptësisht dhe në shumë forma të ndryshme. Është familja e cila ka pësuar vërtet një goditje të rëndë në kohët e sotme, duke kërkuar që ajo të mos ekzistojë ashtu siç e ka themeluar Zoti, ashtu siç e ka trashëguar Kisha si një bekim dhe si një mister të rëndësishëm. Por Kisha ortodokse këmbgul fort për rëndësinë e martesës, për shejtërinë e martesës, për bekimin të marrim nga Zoti, dhe duke ju kujtuar pikërisht rastin përmes pjesës ungjillore, i kujton të rinjve që vinë të martohen te Kisha, që sigurisht kjo jetë nuk është e lehtë. Ajo pikërisht mrekullia që Zoti kreu, pra duke kthyer ujë në verë, ka një domethënie për çiftin që vjen, që ne kemi nevojë për prezencën e Zotit, për atë mrekullinë e Zotit, sepse si të rinj që vinë mund të jenë ndoshta të dehur në dashurinë e tyre, por vjen një moment që kemi nevojë që mbaron ky gëzim, kjo verë, themi, këto fjalë të ëmbla që kanë ruajtur deri në ato moment çifti i ri, mbarojnë nga ana njerëzore. Kemi nevojë për atë ndërhyrjen hyjnore dhe Krishti është i pranishëm jo thjesht për të bekuar, për të marrë pjesë në këtë gëzim të këtij çiftit, por dhe për të ofruar zgjidhje, siç i ofroi zgjidhje pra martesës në Kana të Galiles. Këtë na kujton ne sa herë që vim, ose çifti të ri që vjen në Kishë për të martuar përpara Zotit, që mos e harrojnë Zotin, vetëm me Zotin mund të përmbushet tërësisht gjithë qëllimi i martesës sonë. Nga ana njerëzore jemi të dobët, vetëm me prezencën hyjnore mund të bëhet e fortë martesa, mund të bëhet e fuqishme gjithë ecuria e çiftit të ri dhe e familjes së re. Kujtojmë që familja është e lidhur ngushtë me konceptin e Kishës, prandaj dhe Apostol Pavli thotë që siç Krishti thotë sakrifikoi jetën për Kishën, ashtu dhe burri është i thirrur në këtë dashuri sakrifikuese të ndërtojë familjen e tij. Prandaj dhe ne kemi nevojë për këtë prezencë të Zotit, për këtë prani të Zotit, dhe prandaj vim dhe marrim bekimin me anë të misterit të martesës brenda Kishës. Të gjitha leximet, të gjitha uratat janë pikërisht në fokus të forcimit të çiftit të ri, të familjes së re, të përmbushjes së qëllimit përse është krijuar njeriu, që të arrijë shejtërimin me praninë e Zotit. Në shoqërinë e sotme, fenomeni i bashkëtesës është përhapur në mënyrë të gjerë. Cili është qëndrimi i Kishës në lidhje me bashkëtesën? Kisha ortodokse
me mësimet e saj, me përvojën e saj, fton të rinjt që të jenë të ndërgjegjshëm për zgjedhjen e tyre në jetë, që të jenë të pranishëm në kishë dhe të kenë parasysh në jetën e tyre për prezencën e Zotit në jetën e tyre. Dhe në mënyrë të veçantë për çiftet e ri, të cilët kërkojnë që të ndërtojnë jetën e tyre, familjen e tyre, të ardhmen e tyre si një çift në dashuri të plot dhe në dashuri të sinqertë dhe në një dashuri e cila është e gatshme të heqë dorë nga egoja personale për mos parë se cili në pa veten e tij, por të shohin së bashku atë që themi ne, i fton pra çiftin e ri që të jetojnë me këtë përvojë, me këtë mësim të kishës sonë. Vërtet në kohën e sotme ka shumë problematika të ndryshme dhe ne dëgjojmë dhe fatkeqësisht për ndarjet e ndryshme dhe kisha gjithmonë merr pjesë në këtë dhimbje të botës në jetën tonë sot, të ditëve të sotme. Por nga ana tjetër ju kërkon të rinjve, ju kërkon atyre që janë të gatshëm që të kërkojnë dashurinë e vërtetë, që vetëm në praninë e Zotit është e mundur, vetëm në një lidhje martesore, sipas bekimit të Zotit, sipas shembullit që Krishti e bekoi martesën, vetëm në këtë mund të ketë vërtet rezultat martesa. Bashkëjetesa është një ndër fenomenet, siç thatë ju, në kohën e sotme. Por në të vërtetë bashkëjetesa është një kundravënie vetë dashurisë së sinqertë edhe të vërtetë të Zotit. Edhe njëri tjetër, nëse ne e dimë që njeriu është krijuar për të gjetur dashurinë e vërtetë. Dashuria e vërtetë nuk gjendet brenda një bashkëjetese, sepse martesa në të vërtetë nuk është një lidhje, nuk është një kontratë sociale. Nuk është një marrëdhënie thjesht trupore, por është një përplotësi shpirtërore, është një marrje përsipër e përgjegjësive të ruajtjes së dashurisë të pacënuar, por edhe të ofruarit e një garancie. Bashkëjetesa nuk të ofron garanci, përkundrazi, të ofron ankth, të ofron stres, nuk të siguron asnjë garanci për të ardhmen, të konsumon në shumë forma të ndryshme, edhe në fund të hedh tej pa asnjë të ardhme, pa asnjë perspektivë aq më tepër për të siguruar shejtërinë dhe dinjitetin e njeriu. Kisha këmbgul fort për shejtërinë dhe për dinjitetin e çdo personi, dhe në mënyrë veçantë kur ata afrohen që të dy së bashku për të arritur këtë dinjitet, këtë shejtëri, këtë cilësi të martesës. Vetëm brenda kishës sigurohet kjo cilësi dhe kjo shejtëri dhe ky dinjitet, larg kishës, me gjithë format e ndryshme që ka shpikur jeta njerëzore ose bota njerëzore, mentalitetin e saj, në vetvete fsheh egon personale, kënaqësitë egoiste, raportet individualiste që në thelb i kundravien besimit, i kundravien traditës, përvojës së kishës, vetë shejtërisë. Kujtojmë që në hapat e parë kisha na fton në një komunikim, në një mendje, në një zemër, në një lutje, edhe që në historitë e hershme të krishterimit shikojmë që çiftet të vinë dhe në prani të marrin këtë bekim përpara Zotit, për lidhjen e tyre, për formimin e tyre, për edukimin e tyre shpirtëror dhe trupor, për vazhdimsinë e fëmijëve të tyre që të rriten në mënyrë të shëndetshme me prindër që kanë një garanci. Megjithatë, bashkëjetesa nuk ofron asgjë nga këto dhe shumë më tepër është dhimbja jo vetëm për dy njerëzit që kanë një kontratë bashkëjetese sipas frymës së botës, por edhe për fëmijët që rriten në vazhdimsi, pasojat janë akoma më tragjike. Prandaj dhe kisha është kundra një forme bashkëjetese siç e ofron bota, duke ofruar misterin e martesës si një garanci, si një lidhje e qëndrueshme dhe si një vazhdimsi për të siguruar përjetësinë. Dimitër, në shërbesën e martesës, pra në këtë mister, shikojmë disa element, disa simbolika, siç është për shembull lambadhat, kupa e verës, kurorat, ungjilli,
procesionin që bëjnë dy të martuarit, të sapo martuarit rreth e përqark kryesës ose atij altari që është improvizuar. Çfarë kuptimi kanë këto? Në çdo mister kisha ortodokse është shumë e pasur me simbolikat që ajo prezanton. Në rastin konkret në misterin e martesës janë të shumë simbolikat të ndryshme përmes disa elementeve që ne shohim kur marrim pjesë në këtë mister të shenjtë. Siç ju përmendet unazat, një simbolik shumë e rëndësishme, duke krijuar atë rrethin e përjetësisë, por mos të depërtuar askush brenda kësaj martese, pra çifti të jetojë përjetësinë e tij, merr bekimin me anë të bekimit të unazave, duke i ftuar ata që të jetojnë këtë lidhje deri në përjetësi. Pra unazat kanë këtë kuptimin e përjetësisë, së lidhjes edhe dashurisë së tyre. Sigurisht ju përmendet për lambadat, për treguar edhe një herë rëndësinë e dritës shpirtërore që të vijë në praninë e çiftit. Drita e Zotit është shumë e rëndësishme në çdo aktivitet shpirtëror, aq më tepër në këtë lidhje të veçantë, në këtë ngjarje të veçantë të njeriut, siç është me misterin e martesës. Drita e Zotit do t'i udhëheq këtë lidhje të re, këtë çift të ri, në të gjithë raportet, në gjithë sfidat, në gjithë problematikat që do të hasin në këtë jetë. Sigurisht, ungjilli që i shoqëron dhe duke pasur parasysh vetë atë pjesën ungjillore, për të treguar edhe një herë sa rëndësishme është misteri i martesës për Zotin dhe për kishën, për të ecur edhe një herë për të marrë të bekim të Zotit dhe për të pasur parasysh ungjillin si mësime të rëndësishme në jetën e tyre shpirtërore, të çiftit në çdo hap dhe në çdo detaj. Kurorat gjithashtu që janë kulmi i shprehjes së misterit të martesës. Kisha i ka dhënë kaq rëndësi kurorëzimit të tyre me anë të këtyre kurorave mbretërore, duke konsideruar vërtet këtë lidhje të re si një mbretëri që kërkohet të themelohet, mbreti dhe mbretëresha, duke pasur parasysh kurorat e tyre që të jenë kurora vërtet gëzimi, jo kurora pra mos jenë të fishkura, po të jenë kurora gëzimi dhe ngazëllimi, por kurora fitoreje, kurora të denja për të ruajtur deri në fund këtë mbretëri që ata themelojnë, duke mbrojtur njëri tjetrin, duke ndihmuar njëri tjetrin, duke dashuruar fort njëri tjetrin, duke ecur gjithmonë me praninë e Zotit. Edhe shumë simbolikat të tjera, kupa e përbashkët që u jepet atyre, një kupë edhe gëzimi, por e për të përballur çdo vështirësi, çdo dhimbje dhe çdo hidhërim për ta ndarë së bashku. Dhe ne dim çfarë misteri është që të ndash së bashku, kur kemi një gëzim se si ai shumë fishohet dhe se si ndodh e kundërta kur kemi hidhërim se si kur ndaj me tjetrin ai zvoglohet, paksohet. Ky është misteri, ky është kuptimi i gjithë simbolikave të rëndësishme në një mister martese, që jep të kuptojnë çiftit të ri në këtë ecje të re, me prezencën e Zotit, me bekimin e Zotit. Prandaj, të mos hezitojnë çifti i ri, të kërkojnë këtë bekim të Zotit, jo thjesht si një ceremoni, që vërtet është shumë një ceremoni e bukur, me lutje dhe urime të jashtëzakonshme, me një përmbajtje të thellë shpirtërore, por edhe të ndërgjegjësohen për këtë mister të shenjtë, edhe të thellohen më shumë në kuptimin e simbolikave që prezantohen në këtë mister, në kuptimin e urimeve që jepen në këtë mister, në prezencën e të gjithë njerëzve të tyre të dashur, por dhe të gjithë komunitetit. Kujtojmë që ky mister i martesës është gjithashtu një mister në komunitet, është një mister që lidhet drejt për së drejti me konceptin e kishës. Kisha është një lidhje, kisha është themeli i saj që buron nga një familje. Ku është familja, është një kishës e vogël. Këtë thon etrit e kishës, Joan Gojarti, jo vetëm ai, por dhe shumë etër më të hershëm, Shën Ignati në letrat e tij përmend për rëndësinë dhe bekimin që merrte çifti i ri, pra që është një atë apostolik. Kujtojmë që Shën Ignati
është një atë i cili thuhet është pikërisht ai personi që vetë Krishti e mbajti në krah dhe para një edhe ndryshe se Ignat hymbajtësi apo perëndim mbajtësi. Pra, kur na jep ai këtë dëshmi dhe të gjithë etrit në vazhdimsi, tregojnë për rëndësinë që i ka dhënë Kisha e hershme dhe që Kisha Ortodokse e ruan deri në ditët e sotme këtë mister të shenjtë, të burrit dhe të gruas, atë traditë që e shohim në gjithë historinë njerëzore.